Së dyti, ringjallja konfirmoi vërtetësinë e fjalës së shkruar të Perëndisë. Ishte përmbushja e shumë profecive të Dhjatës së Vjetër. Kur Zoti i ringjallur takoi dy dishepujt në rrugën për në Emaus, siç na e dëshmon Luka, thotë, duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Më vonë atë natë, kur ata u kthyen në Jeruzalem dhe i gjetën të 11 dhe të tjerë të mbledhur së bashku, Jezusi i ringjallur u shfaq atyre dhe u shpjegoi më gjerë shkrimet. Dhe u tha, këto janë fjalët që unë ju thosha kur isha ende me ju, duhet të përmbushen të gjitha që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet. Do me thënë të gjitha shkrimet deri atëherë. Kjo ishte mënyra se si hebrejt i referoheshin gjithë asaj që ne sot e njohim si Dhjata e Vjetër, shkrimet. Atëherë ai u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet dhe u tha atyre, sepse kështu është shkruar dhe kështu duhet të vuan te Krishti dhe të ngjallej prej së vdekurisht ditën e tretë, dhe të predikojë në emrin e tij pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjitha kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitar për këto.